Thot Zoti në Kur'an, in tubdu sadaqati fa ni'ma hi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Nëse i shfaqni lëmoshat, keni bërë atë që lejohet, pra lejohet që t'i shfaqni. E nëse i fshihni kur ja jepni të varfërve dhe nevojtarëve, kjo është më e mira për ju. Pra, kemi shumë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një rast vin një, le të themi, një fis tek profeti alayhis salam për t'i dhënë besën. Mirë po u pa që ata ishin ekstrem. Pra nëse gjendja në atë kohë nuk është se ka qenë Medinja apo Gadishulli Arbik diçka që binte në sy, siç është tani për shembull që bien në sy, le të themi, vendet e Gadishulli Arbik, po në atë kohë ka qenë shumë situatë. Megjithatë, këta njerëz ishin edhe më keq akoma. Dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjendjen e tyre u bë keq. I thirri njerëzit në xhami dhe filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'u fliste njerëzve për mirësinë e dhënies së sadakas. Dhe njerëzit, domethënë, shihnin ata, shihnin profetin dhe u bë një gjendje, si më thon, kështu pauze, asnjë lëvizje. Njëri u çua dhe shkoi në shtëpi, solli, le të themi kështu, një prehër me hurma dhe derdhin mes xhamisë. U çu një tjetër solli ca rroba, u çu një tjetër solli grur, u çu deri thot sa u bë thot në xhaminë e profetit alayhis salam si një kodër e madhe me ndihmat dhe ushqimet që solli njerëz. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cili do që bëhet sebeb për një të mirë, ai do të marrë shpërblim, po edhe çdo njeri që ndjek rrugën e tij, dhe kushdo që bëhet sebeb për një të keqe, do të marrë ndëshkim, po edhe çdo kush që bëhet sebeb për të ai u bë shkak, domethënë që ai të ndjekë rrugën e tij.